Opozita që proteston part-time. Shqipëria pa zë, pa shtyll, pa shpresë. Në Shqipëri protesta nuk është më akt guximi, është orar zyre. Opozita proteston part-time. Jo sepse e do kështu populli, por sepse kështu i leverdis vetë opozitës. Ky vend ka hyrë në një epokë ku ata që duhet të jenë zëri i përplasjes, të pakënaqësisë dhe revoltës publike dalin në rrugë vetëm kur nuk u bie ndonjë tjetër punë. Një orë këtu, një deklaratë aty, një konferencë për shtyp dhe pastaj pa çishëndet shihemi javës tjetër. Ndërkohë vendi fundoset, drejtësia lëkundet, institucionet shiten si zgara në fundjavë e qytetari shqiptar pret si mësuar, si viktimë e përjetshme. Ku është opozita kur vendi duhet? Ku janë ata kur duhet i ngulen parlamentit? Ku janë kur duhet të rrinë ditë natë para kryeministrisë? Ku janë kur duhet të flenë në shesh, siç bëjnë opozitat e vendeve që e duan lirinë e vërtet? Në Shqipëri opozita është bërë një trup pa shtyllë kurrizore, një mekanizëm që aktivizohet vetëm për të dukur, jo për të përballur. Ata flasin për të drejtat e qytetarëve, por vetë nuk sakrifikojnë as komoditetin e një pasditeje. Ndërkohë, qytetari shqiptar i lodhur, i raskapitur, i nëpërkëmbur, sheh me sytë e tij se si askush nuk ka nervin e çarjes së vërtet. Sikur të gjithë të kishin frikë të prishnin balancat e brishta të privilegjeve të tyre politike. Një vend ku protesta është luks. Në një vend normal opozita është nxitësja e uraganit. Në Shqipëri është nxitësja një shiu të vakët, gati formal. Protesta tek ne nuk bëhet për të rrëzuar padrejtësinë, por për të plotësuar agjendën. Nuk bëhet për të detyruar pushtetin, por për të treguar ja ku ishim. Mirë opozita, por populli? Populli ka humbur besimin, ka humbur durimin, ka humbur për masën më të rëndësishme të demokracisë, kërkesën për llogari. Dhe kur populli nuk kërkon më llogari, pushteti bën ligjin, vetëm ligjin e vet. Shqipëria ka nevojë për protestë të vërtet, të palkundur. Ky vend nuk ka nevojë për protesta part-time. Ky vend ka nevojë për zëra që nuk pushojnë. Ka nevojë për politikanë që nuk freskohen në studio televizive, por përballen me gazin lotësjellës. Ka nevojë për lider që nuk shfaqen si zgjidhje imagjinare, por rrinë në rrugë derisa të thyen hekurat e padrejtësisë. Shqipërisë i duhet një opozitë që nuk shet protestën për komoditetin, nuk e shndërron revoltën në performancë, nuk pret të pini kafe në bulevard, ndërsa vendi urrëzohet të gjithëve në këmbë. Opozita që proteston me orar nuk është opozitë, është dekor. Dhe ne si shoqëri jemi bërë spektator të një teatri ku gjithçka është aq shesharake sa e dhimbshme njëkohësisht. Në këtë vend opozita duhet të rifitojë rol, populli duhet të rifitojë zë dhe protesta duhet të rikthehet si armë, jo si event protokollar. Derisa kjo të ndodhë, Shqipëria do të mbetet pa opozitë, pa kontroll, pa drejtësi, pa shpresë. Thjesht një vend që lëviz, por nuk ecën përpara.